Zbuluhet dosja e sulmit terrorist në Iber Lepenc, i akuzuari kryesor një toger aktiv i ushtrisë serbe. Janë zbardhur detaje të reja nga prokuroria speciale për sulmin terrorist i cili ka ndodhur vitin e kaluar në kanalin e Iber Lepencit, nga i cili furnizohet me ujë të pishëm dhe me energji elektrike një pjesë e madhe e territorit të Kosovës. Personi kryesor që akuzohet për organizimin dhe ekzekutimin e këtij sulmi është Jovan Vicentjević, toger i ushtrisë serbe dhe pjesë e shërbimit informativ ushtarak të Serbisë. Bashkë me vëllain e tij Dragishën dhe Igor Dimovicin, ata akuzohen se kanë futur në kanalin e Iber Lepencit mbi 20 kg eksploziv TNT, e që me pas shkaktoi shpërthimin e madh atje me dëme të konsiderueshme materiale dhe rrezikoi seriozisht furnizimin me ujë dhe me energji në vendin tonë. Gjatë kontrollimit të shtëpive të tyre në Zubin Potok dhe Prevllak, policia ka gjetur një arsenal të tërë armësh, si Kalashnikov, granata dore, zolla, pajisje të ndryshme komunikimi, si dhe uniformat të Serbisë, Rusisë, por edhe të vendeve të tjera. Prokuroria thotë se Vicentjević ka mbledhur informacione të klasifikuara për ushtrinë serbe, kundër të tjera është një dokument 66 faqesh për KFOR-in dhe lëvizjet e trupave amerikane. Të tretë e dyshuarit mbeten në paraburgim, ndërsa dosja e re e prokurorisë lidh ata drejt për drejt me Serbinë, si dhe me spionazh dhe sabotim ndaj Kosovës.